për këtë mbrojtje, një rol të rëndësishëm gjithmonë e më shumë po merr një shtet i cili është fuqia e dytë ushtarake në NATO, Republika e Turqisë. Dhe unë në lidhje direkte nga Izmiri kam kolegun tim, Sokol Brahaj. Sokol, falenderoj. Faleminderit. Sokol, më tërhoqi vëmendjen deklarata e presidentit Erdogan në atë bisedë conference call me disa nga liderët më të rëndësishëm global, kur ai u shpreh: planet për sigurinë europiane duhet të përfshin patjetër Turqinë. Kërkoi gjithashtu që industria turke e mbrojtjes të mos përjashtohet nga asnjë program i Bashkimit Evropian. Përse kjo fjali e dytë u artikulua me kaq forcë nga presidenti Erdogan? Po, Franco, sepse si gjithë, sidomos këtë dekadën e funit, Turqia në investimin e sektorit të armëve, dhe në investimin e prodhimit të armëve, qoftë për zgjerim, qoftë edhe nga e para, Turqia ka harxuar shumë dhe është po thuash i vetmi investim i presidentit Erdogan që edhe pse ka një krizë ekonomike Turqia nuk ka tërheq asnjë gjë mrapa, dhe në këtë aspekt normalisht që Turqia kërkon një rol krejt tjetër në Bashkimin Evropian, sepse edhe nga që është forca e dytë ushtarake pas Amerikës në NATO, por gjithashtu edhe është në kontinentin evropian ku që prej 20 viteve gati, që prej 18 viteve vazhdojnë negociatat për antarësim të plot në Bashkimin Evropian, por normalisht dihet shumë mirë që për shembull Greqia, Kiproja, Franca, ata nuk e duan që të jetë Turqia antare plot në Bashkimin Evropian. Por konjektura aktuale dhe sidomos problemi që mund ta quajmë, ndoshta nesër nuk mund të jetë problem, nosa mund të jetë problemi më i madh, por atë që e quajmë sot, domethënë marrëveshja e Trumpit me Putinin në korrizë të Europës, dhe duke e bë edhe atë gogolin e Amerika me të drejtë, në fakt, siç ata dhe miku janë pak më shparë, që Amerika paguon një shumë të madhe për të na mbrojtur neve, domethënë Europën, dhe Europa pagua shumë, tani edhe para nuk të paguash edhe këtë shërbim me kërkon. Kjo është gjë absurde, sidomos në administratën e Trumpit, por edhe pse Bashkimi Evropian ditën e dieshme u përgjigj që të thrisin 800 miliard euro për NATO-n, gjithsesi Europa tashmë do të jetë zgjuar, duhet të zgjohet sipas Ankaras dhe sipas Turqisë, por edhe sipas Anglisë dhe Francës, duhet të zgjohet dhe të ketë një forcë sigurie të vetme. Dhe në këtë aspekt Turqia thotë që unë vetëm për prodhimin e armëve, që janë të sinkronizuar totalisht me NATO-n, që kemi të njëjtën ushtri, domethënë edhe Bashkimi shumë shtetë të Bashkimit Evropian, por edhe Turqia, nuk duhet ta lëmë këtë më pas, dhe me sa duket tashmë takimet e prodhuesve të armëve në Turqi me programin Leonardo dhe të bëjnë bashkëpunim, dhe javën e ardhshme besoj që të kemi një marrëveshje shumë pozitive për të dy anë.